Shkuar përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 23 në televizionin publik. Nesër pritet shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Këtë ka konfirmuar zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta mbajë nesër mbledhjen e radhës dhe në rënd ditë është shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, ka thënë Elezi. Deputetja LDK-s Hykmete Bajrami ka thënë se bazuar në ligjin për qeverinë i cili ka hyrë në fuqi në nëntorin e vitit 2022, i cili thotë se kryeministri dhe kabineti qeveritar duhet të japin dorëheqje para se të certifikohet rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit. Bajrami ka shkruar në profilin e saj në Facebook se nëse rezultatet do të certifikohen nesër, kjo nënkupton se Kurti dhe ministrat e tij duhet të japin dorëheqje sonte. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila në profilin e saj në Facebook ka shkruar se shpallja e rezultateve dhe certifikimi janë procese të ndara dhe të ndryshme, derisa i ka bërë thirrje deputetës së LDK-s që të mos ngatrojë gjërat, pasi që sipas saj nesër mund të bëhet shpallja e rezultateve e jo certifikimi. Shkojmë në Beograd, ku mira qytetarë kanë dalë sonte në rrugët e Beogradit për t'i mirëpritur studentët që po mbrin në kryeqytetin e Serbisë nga qytete të ndryshme për protesten e madhe që është thirrur për nesër. Duke mbajtur në duar pankarta me mbishkrimin "Student, Beogradi është i juaj", qytetarët i pritën studentët në kryeqytet edhe me medalje e lulje. Protestuesit në njoftimin e tyre thonë se më 15 mars do të shkruhet historia. Për të marrë më shumë informacione për zhvillimet në Beograd, do të lidhemi tani me kolegen Ana Mari Rëpiq, drejt për drejt nga Beogradi. Ana, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, cilat janë informacionet e fundit nga Beogradi? Shohim në pamjet që i kemi siguruar që ka numër të madh të qytetarëve, të cilët po i presin studentët të cilët po mblidhen në Beograd nga qytete të ndryshme për të marrë pjesë në protesten e nesërme. Po, kjo është tani një aksion tradicional që 4 muaj, derisa studentët të cilët marshojnë nga qytetet tjera, nga vendbanime tjera, deri te një qyteti ku në fakt po mbahet protesta. Prandaj edhe sonte ashtu po ndodh. Studentët nga pjesë të ndryshme të Serbisë po marshojnë drejt kryeqytetit, tani kanë ardhur në kryeqytetin, ndërsa qytetarët janë duke mbledhur, janë duke pritur. Studentët kanë ardhur nga qytete të ndryshme si Subotica, Novi Sadi, Nishi, Kragujevc dhe qytete tjera dhe fshatra tjera gjithashtu. Ata ishin të shoqëruar nga motoristët, pastaj edhe nga biçiklistët, pastaj edhe qytetarët vetë kanë ecur nga vendbanime dhe nga qytete të ndryshme. Ata kanë ardhur dhe kanë hyrë në Beograd nga pjesë të tjera të qytetit, pjesë të ndryshme të qytetit, varet nga cili rajon kanë ardhur në Beograd. Duhet të themi për shembull që studentët nga Nishi kanë ecur 200 kilometra. Qytetarët i mirëpresin me entuziazëm, me shpresë, sepse ata mendojnë se me këta, me studentët që vinë, që po protestojnë, ka edhe shpresë shumë për qytetarët që po presin ndryshime në këtë shoqëri. Qytetarët kanë dalur me familjet, kanë dalur edhe personalitete publike, gjithashtu kanë dalur sportistë të famshëm, por ka edhe përfaqësues të opozitës. Përkrahja për studentët është shumë e madhe. Tani kjo pritja është bërë tradicionale, sepse edhe në qytete tjera në këtë mënyrë në fakt studentët kanë shkuar, kanë ecur, kanë marshuar, duke kaluar qindra dhjetra dhe qindra kilometra dhe pastaj janë bërë në qytete të ndryshme, janë bërë edhe pritje për të vazhduar pastaj me protestën. Kjo ka ndodhur edhe në Nish, siç edhe kemi raportuar edhe për Kragujevcin, kemi raportuar edhe për Novi Sadin. Përveç studentëve kanë ardhur edhe shumë qytetarë të ndryshëm nga vende të ndryshme të Serbisë, ndërsa ka raportime në këto qaste se në rrugët drejt Beogradit rrugët janë të mbushur me automjete. Pasi të vinë në Beograd dhe pasi të hyjnë në kryeqytet, studentët do të shkojnë në fakultetet të ndryshme, do të kalojnë natën atje,
dhe pastaj nesër në mëngjes para dite do të fillojnë përgatitjet e fundit për protestën. Ata do të organizohen në disa pika në kryeqytetin serb dhe pastaj së bashku do të shkojnë drejt kuvendit të Serbisë ku nga ora 16 do të fillon protesta e madhe e cila vlerësohet se do të jetë protesta historike. Ana, çfarë flitet nga opinionistët, analistë, nga mediat atje, çfarë pritet nga zhvillimet e nesërme në këtë protestë, kur kemi parasysh që është edhe një grup tjetër që po e përkrah pushtetin e Vučićit, ndërkohë që vetë presidenti sër Vučić ka paralajmëruar dhunë si dhe ka kërcënuar me arrestime? Po ashtu është, derisa jemi tek presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ai sot ka mbajtur një adresim para protestës dhe ka deklaruar se ai pret që nesër protesta të jetë paqësore dhe theksoi se nuk do të pranohen incidente, nuk do të pranohen dhuna në protestë dhe ka deklaruar se edhe pse sipas tij protesta është e paligjshme, ilegale, siç tha ai, sepse nuk është regjistruar në institucione relevante, por shtoi se autoritetet shtetërore, policia dhe shërbimet të tjera të sigurisë duhet të bëjnë gjithçka për të ndihmuar që kjo protestë zhvillohet në mënyrë të qetë dhe të sigurt. Sipas Vučićit, organizatorët do të mbajnë përgjegjësi të plotë për çdo incident, për dhunë, mirëpo ai tha se tani të gjitha masat e nevojshme janë gati për të ruajtur rendin dhe sigurinë, duke paralajmëruar se ata të cilat shkaktojnë trazirat ose dhunë do të arrestohen. Pra ai sonte ka bërë thirrje për shmangjen e dhunës dhe ruajtjen e stabilitetit në vend. Mirëpo ajo çka pritet është dhe çka vlerësohet si një lëvizje studentore, por edhe qytetare antiqeveritare, anti-pushtetit të Aleksandar Vučićit, sepse siç kanë deklaruar edhe vetë student, siç kanë njoftuar, por edhe sipas bisedime të shumta me qytetarët, por edhe me përfaqësues të opozitës dhe aktivistët, ata presin shumë. Ka pritje të mëdha nga protesta nesër, pritjet janë që diçka duhet të ndryshohet. Mendohet se ndoshta nuk do të përfundon gjithçka nesër, mirë po kjo është si hapi i parë për ndryshime të thella që duhet të ndodhen në shoqërinë serbe. Nuk është vetëm është fillimi, ishte reagimi ndaj tragjedisë të cila ndodhi në Novi Sad. Mirë po, kjo është vetëm këto kërkesat për përgjegjësinë për këtë tragjedinë janë fakt fillimi. Kërkesat janë më të gjata, kërkesat janë më të thella, po kërkesat nënkuptojnë që qytetarët në Serbi sot kërkojnë demokracinë, kërkojnë lirinë e mendimit, lirinë e shprehjen, lirinë e mediave. Kjo është ajo që kupton diçka, kuptojnë me thonë në fjalë shumë thjeshta, sende shumë thjeshta kërkojnë. Dhe prandaj kanë edhe pritje të mëdha, edhe pse ata dinë që nuk do të përfundon gjithçka, nuk do të zgjidhet nesër, mirë po kjo mendohet se do të hapet rruga për ndryshime në shoqëri. Duhet të themi që 4 muaj janë duke zhvilluar protesta në Beograd, me student, me qytetar, me opozitën, prandaj edhe ka pritje të mëdha. Ajo gjithashtu çka kemi dëgjuar nga Vučići se sonte që ai nuk do të pranon një qeveri kalimtare ose një qeveri e ekspertëve që kërkon opozita, duke pasur parasysh situatën dhe tensionet të cilat janë duke rritur në shoqëri. Vučić tha se ai nuk do të pranon këtë dhe që sipas tij zgjedhjet janë mundësia prandaj edhe referendumi kundër tij është një mundësi tjetër. Mirë po ajo çka po dëgjohet nga opozita në këtë moment në Serbi nuk ka kushte për zgjedhjet, prandaj ata kërkojnë një qeveri kalimtare, një qeveri tranzitore të ekspertëve e cilat do të përgatit terrenin, me thonë ashtu, përgatit kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe demokratike në Serbi. Kjo është ajo që pritet në thelbin e protestat të cilat
po zhvillohen tani 4 muaj. Ana, në kupton kjo që vetë kjo deklarate e Vučićit që nuk është interesuar për të tejkaluar këtë situatë me një qeveri teknike, është ka dëshiron që të prodhoj krizë, dëgjojmë edhe shumë media ndërkombëtare që nuk përjashtojnë edhe incidente apo trazira ditën e nesërme atje. Meqense kemi edhe grupin tjetër që është kundër kësaj proteste dhe që përkrah pra pushtetin e Vučićit. Po ashtu është, ka shumë frika që diçka mund të ndodhë, sepse një grup është e përkrahësve të Vučićit, edhe kemi raportuar për këtë që ka edhe aty edhe kriminal, ka edhe të dënuar nga Tribunali i Hagës, pra ka edhe huligan gjithashtu. Në këtë grup janë gjithashtu edhe disa serb të cilat kanë ardhur nga Kosova për të përkrahur Vučićin dhe ata paralajmërojnë kundër mitingje, a do të ndodh nesër, a do të ndodh kjo ndaj ditë tjetër, nuk dihet. Mirë po prezenca të tyre aty në fakt krijon tensione. Ajo që kemi parë sonte është që policia është aty në vendin, është aty pranë kuvendit, sepse protesta po ndodh para ndërtesës së kuvendit. Mirë po edhe këta të cilat kanë hapur një kamp, kanë vendosur një kamp me çadra në parkun përballë kuvendit. Pra, kjo është situata shumë e rrezikshme dhe prandaj studentët sonte kanë bërë thirrje policisë që të reagon, që të siguron pjesën në mes studentëve dhe qytetarëve të cilat protestojnë kundër pushtetit dhe atyre të cilat janë në kamp, në park, të cilat janë aty si përkrahësit e Vučićit. Gjithashtu, ajo duhet të them, sepse përmenda serbet nga Kosova. Serbet nga Kosova sot kanë ardhur edhe për të marrë pjesë në protestën nesër, protestën e organizuar nga studentët, disa autobusat kanë ardhur. Prandaj ka serb nga Kosova edhe në anën e Vučićit, ashtu me thonë, por edhe në këtë anën tjetër. Ajo që pra pritet të shihet, mirë po studentët janë organizuar shumë mirë, ka shumë vullnetar, qytetar dhe personalitete publike, të cilat kanë deklaruar se do të jenë aty dhe do të kujdesen për të mos ndodhur asnjë incident. Ka shumë pra vullnetar, gjithashtu edhe opozita ka paralajmëruar se do të ketë kujdes, dhe opozita ka paralajmëruar, ka bërë thirrje aktivistëve që të respektojnë rregullat dhe planet të cilat do të kenë student nesër për protestën. Pra pritet të shihet, mirë po ka tensione të mëdha në këto momente e nesër ndoshta do të jenë edhe tensione më të mëdha. Ana, të lutem shkurtimisht, a mendoni në bazë të analizave që janë bërë nga analistë ndryshëm në Beograd që është situatë e ngjashme në vitin 2000-2001 kur ka pas protestat ngjashme masive të cilat kanë rezultuar me rrëzimin e pushtetit ish presidentit sërb Slobodan Milošević? Ka ngjashmëri edhe me protestat të mëhershme gjatë 90-tave, por edhe me atë protestën e madhe, e cila ishte protesta historike. Mirë po edhe për këtë protest vlerësohet se do të jetë historike. Sonte po dëgjohet nga shumë personalitete të cilat tani vlerësojnë, vetë studentët kanë thonë që është një protest historike. Opozita gjithashtu vlerëson se kjo do të jetë protest historike, pra mbetet të shihet, mirë po ajo këto janë pritjet. Janë pritjet që të jetë një protest ndoshta vendimtare, si dhe sa dhe si do të shkon Serbia përpara dhe si do të duket skena politike në Serbi, si do të zhvillohet më tej situata në Serbi. Ajo definitivisht po shihemi që qytetarët tani ma lirë protestojnë kundër pushtetit të Aleksandar Vučićit, janë liruar, duhet të themi ashtu, dhe kanë shumë shpresë dhe po presin që kjo diçka duhet të ndryshohet.
jo vetëm si një protest, si kur ka pasur protestat të mëdha edhe në Kragujevc, edhe në Nish, edhe në Novi Sad, mirë po tani pritet që kjo do të jetë më e madhe. Edhe Beogradi është qyteti më i madh, 2 miliona banor, po pritet që njerëzit të dalin në rrugë. Pra mbetet të shihet mirë po kjo, edhe para se të ndodh protesta, veç vlerësohet se do të jetë masive dhe do të jetë me rëndësi historike. Ana, të falenderojmë shumë për këtë paraqitje dhe do të dëgjojmë e shihemi sërish nesër në edicionet informative të televizionit publik. Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera. Emisari Evropian për dialog Peter Sorensen javën që vjen pritet ta vizitoj Kosovën. Ishte planifikuar që Sorensen të zhvillonte një vizitë edhe në Serbi, por udhëtimi në Beograd është anuluar dhe nuk dihet nëse lidhet me situatën e krijuar atje për shkak të protestave. Sipas zyrtarëve evropian, takimet e mundshme në kuadër të dialogut, Sorensen do t'i zhvillojë vetëm pas vizitave në Kosovë dhe në Serbi. Emisari Evropian për dialog Peter Sorensen do të vizitoj Kosovën javën e ardhshme, merret vesh nga burimet diplomatike në Bruksel. Kjo do jetë vizita e tij e parë në cilësinë e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog, prej se ai e mori detyrën më një shkurt, duke pasuar kështu Miroslav Lajçakun. Vizita pritet të zhvillohet mes 17 dhe 19 marsit. Fillimisht ishte planifikuar që Sorensen të vizitonte të njëjtën javë edhe Serbinë, mirë po udhëtimi në Beograd është anuluar dhe shtyrë për një moment tjetër. Nuk ka konfirmim zyrtar nëse anulimi i vizitës në Beograd lidhet me situatën aktuale në Serbi dhe protestat që po zhvillohen atje. Sipas zyrtarëve evropian, takimet eventuale në kuadër të dialogut, Peter Sorensen do t'i zhvillojë vetëm pasi të ketë përfunduar vizitat si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Ndër temat e para që pritet të trajtojë Sorensen në takimet e përbashkëta është çështja e personave të zhdukur. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë në dhjetor u dakorduan për zbatimin e deklaratës për të zhdukurit, e cila ishte miratuar në nivel liderësh në maj të vitit 2023. Takimi i parë i Komisionit të Përbashkët të Kosovës dhe Serbisë për të pagjeturit, i planifikuar më 15 janar, dështoi pasi pala serbe refuzoi pjesëmarrjen. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal me Selinë e Bosnjë-Hercegovinë Amer Kapetanović gjatë qëndrimit në Kosovë ka zhvilluar takime me presidentin Osmani, kryeministrin Kurti dhe kryeparlamentarin Konjufca. Në fokus të këtyre takimeve ishte bashkëpunimi rajonal ekonomik si dhe agenda e gjelbër. Sipas njoftimit të Këshillit, vizita po ashtu riafirmoi rëndësinë e dialogut, zhvillimit, sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Përderisa është theksuar edhe nevoja që Bosnia ta ratifikojë marrëveshjen për lëvizjen e lirë me letër njoftime si një obligim i marrë nga procesi i Berlinit dhe në funksion të rritjes së lëvizshmërisë mes qytetarëve të dyja vendeve. Qeveria e Kosovës ka zhvilluar mbrëmbledhje elektronike ku ka marrë 3 vendime. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, kabineti qeveritar ka aprovuar udhëzimin administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të 2 bashkëshortëve. Po ashtu ka ndryshuar dhe plotësuar vendimin e qeverisë të datës 12 mars, me të cilin ka emëruar Komisionin ad hoc për vlerësimin profesional për pranim në pozitën e lartë të kategorisë drejtuese, kryeinspektor shëndetësor në Inspektoratin Shëndetësor. Zyra Rregullatorit për Energji Elektrike në Kosovë ka propozuar shtretimin e çmimit të energjisë elektrike në vend për rreth 15% muajin e ardhshëm. Rregullatori i energjisë ka njoftuar se bazuar në rezultatet e raportit të tij konsultativ për të hyrat maksimale të lejuara, rritja mesatare e tarifave për konsumatorët pritet të jetë 15% dhe ftoi konsumatorët për konsultim publik. ZRE njofton se komentet dhe sugjerimet e tyre do t'i pranojnë deri më 28 mars para se bordi i saj të marrë vendim përfundimtar për shtretimin e rrymës. Zyra e Rregullatorit për Energji Elektrike në Kosovë bën shqyrtimin dhe caktimin e përvitshëm të tarifave të rrymës, të cilat shpallen çdo 1 prill. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të RTK-s Hysen Hundozi është takuar me kryetarin e komunës së Prishtinës Përparim Rama për të diskutuar lidhur me shqetësimet e ngritura nga RTK për qasjen në objektin e Radio Kosovës pas fillimit të punimeve për sheshin George Bush. Hundozi theksoi domosdoshmërinë e mundësimit të qasjes së lirë dhe qarkullimit automjeteve të RTK-s dhe punëtorëve të saj në objektin e radiotelevizionit, ndërkaq kryetari i Prishtinës Përparim Rama njoftoi se është e paqartë
parapar në fakt qasje për veturat emergjente, duke garantuar funksionalitetin e nevojshëm edhe për transmetuesin publik. Punimet që nisën në sheshin Gjergj Bush të hënën u ndaluan të mërkurën nga Inspektorati për Trashëgimi Kulturore. Po atë ditë reagoi menaxhmenti i RTK-s ku shprehu shqetësimin lidhur me punimet e nisura, nga të cilat pengohet qasja e automjeteve zyrtare dhe e punonjësve të RTK-s në ambientet e punës. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama njoftoi se ka takuar ushtruesin e detyrës së drejtorit të përgjithshëm të RTK-s Hysen Hundozin për të diskutuar shqetësimet mbi qasjen e objektin e RTK-s pas fillimit të punimeve në këtë shesh. Në njoftim, Rama tha se ka siguruar se aty është e parapar qasje për veturat emergjente dhe gjithashtu do të ketë parkingje të rezervuara në parkingun 038, duke garantuar funksionalitetin e nevojshëm për transmetuesin publik. Nga komuna e Prishtinës besojnë që kanë qenë të drejtën e tyre, derisa shtojnë se do t'i ndërmarrin hapat e nevojshëm në mënyrë që punimet të vazhdojnë. Nëse ndonjë nga fazat kërkon një leje të tillë, atëherë ne jemi të gatshëm që të ulemi që të diskutojmë, por që duhet ta bëjmë të qartë që deri në atë fazë që kemi arritur, pra tek nisja e punimeve nuk ka pasur nevojë për një leje të tillë, por duhet që të marrim qoftë iniciativë komunale, administrative, ligjore që të zhbllokojmë këtë proces, sepse fundja jemi iniciues të atij projekti dhe na takon që me hapa të mëtitjeshëm ta zhbllokojmë procesin. Në anën tjetër, vetëvendosja në kryeqytet thotë se projektet po nisin e po mbesin në gjysmë për shkak se komuna nuk po merr leje paraprakisht. Normal që ne shohim këto shumë keq për shkak se kryetari Rama nuk i merr domethënë për bazë ligjet e Kosovës, vendimit e Kosovës, nuk po merr për bazë që më marr leje ato ku do të më marr leje, në sensohet përkatëse që ka të bëjë me shembull me projektet e tilla. Po ashtu ne domethënë ajo që pe kundërshtojna, është edhe mbylla, për shkak se po bën 3 vjet që mbyll këtu, as nuk ka bërë shesh, as nuk është rrugë dhe në mënyrë ka bërë që në kaos të madh të trafikut në Prishtinë. Nga Ministria e Kulturës kanë thënë se Inspektorati për Trashëgimi Kulturore ka pranuar njoftim për punime ndërhyrje të paautorizuara në një zonë ku ka asete të trashëgimisë kulturore në mbrojtje, konkretisht në rrugën Gjergj Bush, që gjendet brenda qendrës historike të Prishtinës. Ata kanë theksuar se komuna e Prishtinës nuk ka kërkuar leje për punë siç e thot ligji i trashëgimisë kulturore, ku punohet në afërsi të aseteve të trashëgimisë kulturore dhe të zonave mbrojtëse. Po vazhdon greva e shoferëve të linjes Prishtinë-Podujev. Operatorët kundërshtojnë vendimin e komunës përmes të cilit u ndalohet hyrja brenda qytetit dhe obligon që të shkojnë të parkohen në stacionin kryesor të autobusëve. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka thënë se protestuesit duhet ta respektojnë vendimin e komunës. I cili E komuna e Mitrovicës dhe ajo Vushtrisë kanë nënshkruar projektin për ndërtimin e impiantit për trajtimin e ujrave të zeza. Ky projekt në vlerë mbi 39 milion euro pritet të përfundojë në gusht të vitit 2028. Një person është therrur me thikë mbrëmjen e së premtes në lagjen Dardania të Prishtinës. Sipas policisë, personi plagosur në këtë rast është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa autoritetet policore kanë nisur më njëherë hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar të dyshuarin apo të dyshuarit e mundshëm për këtë rast. Ndërkohë një përleshje fizike ka ndodhur sonte po ashtu në Prishtinë pranë xhamisë Sallapit. Si pasojë e rrahjes, 5 persona janë lënduar dhe të njëjtit më njëherë kanë pranuar trajtimin e nevojshëm mjekësor. Zëdhënësja policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka deklaruar për RTK Live se policia ka shoqëruar në stacionin policor 5 persona të dyshuar, të cilët ishin të përfshirë në rast. Aktualisht policia po vazhdon punën për zbardhjen e rrethanave dhe motiveve që karakterizojnë ngjarjen. Rusia po bën përpjekje të zvarrisë bisedimet për armëpushim pasi dëshiron vazhdimin e luftës, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, ndërsa Marco Rubio, sekretari amerikan i shtetit nga Kanadaja, ku po merr pjesë në samitin e G7, ka thënë të jetë optimist, por i kujdesshëm dhe se duhet bërë edhe më shumë punë. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se Rusia po përpiqet të zvarrisë bisedimet për armëpushimin në Ukrainë, sepse dëshiron dështimin e diplomacisë dhe vazhdimin e luftës. Mirëpo, Zelensky ka thënë se ka një kuptueshmëri solide mes Ukrainës dhe partnerëve evropian. Ndërkohë, ushtria ukrainase ka mohuar rrethimin e forcave të saj në rajonin rus të Kurskut, që e kishin marrë nën kontroll në gusht të vitit të kaluar.
Këtë deklarat ushtria ukrainase e ka bërë pasi presidenti amerikan ka kërkuar nga ai rus Vladimir Putin që t'i kursen jetët e mira ushtarëve të rrethuar Ukrainas. E ka reaguar presidenti rus Putin duke thënë se Rusia garanton jetët e trupave ukrainase në Kursk nëse i dorëzojnë armët dhe dorëzohen. Megjithatë, pas takimit të liderëve të G7-s që po mbahet në Kanada, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka thënë se është optimist i kujdesshëm rreth armpushimit në Ukrainë, por duhet bërë më shumë punë. Rubio ka theksuar se fillimisht duhet të ndërpriten luftimet para se të gjitha palët të mund të bisedojnë paqen e qëndrueshme. E vetmja mënyrë për t'i dhënë fund luftës është përmes bisedimeve. Të dyja palët duhet të bëjnë koncesione, ka thënë Rubio, sekretari amerikan i shtetit. E sa i përket rezultatit të bisedimeve në Moskë të njëjtën të deleguarit të presidentit Trump, Steve Witkoff, Trump ka thënë se SBA kishte diskutime të mira dhe produktive me Putinin. Presidenti rus ka thënë se Rusia në parim është pajtuar për armpushim, por ka shtruar disa pyetje për të cilat ka thënë se i duhen përgjigjet. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.